Qytetarët e Republikës së Kosovës, bashkëvendas të mi, dërnicak të ndëruar, vlerë dhe aset i çmuar. Sot, kënë se është dita e çlirimit Skënderajit, dua që qytetarët e Republikës së Kosovës, institucionet dhe çdo qytetar ta dëgjon zërin tim, zërin e drejtë dhe zërin e të drejtës. Skënderaj është e okupuar vetëm mashtir e mazi se në kohën e Miloševićit apo një stil tjetër Radojčić. Kështu që askush nuk duhet dyshon se në Skënderaj ka dhunë, ka terror, ka rrahje, ka shantazh, ka dhunim seksual. Nuk ka krim që nuk kryhet në Skënderaj me urdhën e një personi i cili sot në gjitha billboardet e Skënderajit ja shihni fytyrën tipik qetnike, tipik Kazakistana, Uzbekistan atje, i cili ndihet krenar duke qitë fotografinë e tij na për billboarde dhe duke u krenu me krimet cilat i ka bon. Ky dhunus i para luftës, ky dhunus i mas luftës dhe ky dhunus i liris i cili menon se sot ka lirin Skënderaj, ka trilluar komandantet e ljaft, komandantet mercenar faqezi një 4-5 të UÇK-s, cilët kanë morur në qafë edhe ushtarët e UÇK-s, duke i lënë të varfër dhe të varur nga ky individ i cili terrorizon Skënderajin. Askush nuk do ta zhvendos menjen nga Dejona Mihajli Anena. Nuk ka ardhur Dejona Mihajli apo Albin Kurti ta merr tokën e Skënderajit në Kopilec. Në gjitha këtu pruna cilat janë të uzurpura në Skënderaj, këtu e ka një adresë dhe ka një emër kriminal Sami Lushtaki. Prandaj qytetarët nuk duhet të koncentrohen se ju kanë gjuhë bobe djallë një femne e cila unë nuk e një, as nuk di, por është në qeverinë e Republikës Kosovës dhe është zyrtare. Prandaj, mos u koncentroni në Dejona Mihajlin se ju e pot para një avdite edhe mu këta kryeqytetina më kishin kopjuar, më kishin bon fotografinë tem me të Nazim Bllocë ose dikuj tjetër më thash. Dua ta përsëris se me bomi afru në Nazim Bllocës 2 metra, 700 shpirta me pas nuk e lëshej gjallë. Se lemone me komuniku. Ju duhet të një të qartë, qytetarët e Skënderajit, se këtu ka një emër kriminal i cili kryen terror. Mbi gjithë qytetarët, as nuk është i lirë gjykatësit punon lirë në Skënderaj, as nuk është i lirë prokurori, as nuk është i lirë polici, as nuk është i lirë mësimdhënësi. Unë me zërin tim të ngritur kundër këtij tirani, çdo herë mundohna që qytetarët e Skënderajit t'i vetëdijsoj dhe që thamë vrone tutën, pe vro Afrikën, na nuk mujna min push këtë njeri të keq. Prandaj, sot nuk ka çlirim Skënderaj, sot ka dhunë, ka terror, ka meq dhe shok Milan Radojčićit, jap kam thonë 100 herë, e janë në zemër të Skënderajit që qenë terroristin, Haxhi Beta i cili ka uzurpu zemrën e Skënderajit dhe i cili ka mbajtur kontabilitetin, ka qenë shefi prokurorimit i Sami Lushtakit edhe Milan Radojčićit. Pse vëlla, ku janë institucionet? A kemi institucione? Pse nuk veprojnë institucionet për t'i arrestu këta njerëz edhe për t'a çliru popullin e Skënderajit? Një herë për gjithmonë, nuk ka çlirim Skënderaj. Ai që mashtruhet se Skënderaj është i lirë, ajo gabim. Në Skënderaj veç nëse je i fortë edhe i gatshëm. Fizikisht o fjala. Se në Skënderaj as ka rrej rëkullin e ka rrej aton, ka rrej 100 mëre, ka terrorizu edhe hoxhën e Pluzhinës, një kusheri temin, atje, kësë ka lënë gjopa bon, edhe ende del e i qet atë mjekër, si kur me kon cjap, na për billboardet e Skënderajit, kinë se unë jam këtu. Here që djallin e vetë, atë psikopatin. Ajo psikopat bre, njeri maj pushtër, ma psikopat, se Merkim Lushtaki, pas as klas por, pra, parashkolluar nuk më legjon njeri ma analfabet, njeri ma hajn,
mashtrus, multimilioner është gjalli tina. Mos o habet një bre Skënderoj i lirë, mos dilni me abo kurumin, mos dilni në manifestim tina i cili manifestim paguhet nga qytetarët e Skënderojt për marrë shemull 1.000 euro, ky e fryn fakturën 2 milion euro. Dhe me thonë, edhe ju vjell, edhe ju shantazhën, edhe ndel zgjanohet ato, kinë se une jam këtë shqyemtar. Une mu për të gjithve nuk më jetë hotër për jaskuj, më jetë hotër vishë për Bacës Rifat, se Baca Rifat nuk duhet t'i nëron njerës të Milana dhe Qiqit. Baca Rifat duhet t'jeti poplit dhe njerëzve të Milana dhe Qiqit që kanë kryt terror kundër shqiptarve dhe janë Skënderaj, krytori komunës, nuk duhet t'jep dorën Baca Rifat. Se Adem Jashari, pejgamberi jonë, i ka liftu këta kriminel. Beqir Meha, vllovi ta Ermes, u ku të evrosa me lështokin. Shele tha guen shët, tha se ta baj kështu, në gjuft. Dhe me thonë kë gjitha her ka qenë hilegji, trahtar, i pabes, edhe tinzar. Pra ndaj, me gjitha këto mesazhe që mi dërgoni mu, mos dyshoni, se nuk ka birë nënës e blenë Sokol Halilin. Nuk ka birë nënës e tjetërson Sokol Halilin, përveç drejt. Drejt edhe në kauzën e poplit tim, dashur Drenicak, të cilin bashkë me juve, në zgjedhjet e ardhshme, kësihovi mi kini dhon 7%. Dhe jam kuvendin komunal, ku i kam gjitha drejtat. Kam drejtën e komisionerit, kam drejtën e vëzhgusit, edhe jam armatues mirë politikisht, që në zgjedhjet e ardhshme tim poshtum me një 80%, 90%. Unë jam i juve, do të gelem i juve. Mos dyshoni se sa me lushtoki mun e blenë Sokol Halilin, mun e shantazhan, mun e kërcenan. Ky e din, se ky për një jek, nuk e merr vesh. Po ky e din si nuk i shka 24 orëshi. Se këta për një jekin, që shkan jek? Ose mënyrë kriminale, ose mënyrë tinzare, pra pa shpine. Pra ndaj, unë edhe herë dua t'i baj apel institucionëve të Republikës Kosovës publikisht. Hiqmi këta drona, se nuk kam nevojë për mbrojtjen. Nuk jam unë me hona më mrej kush don, kur don. Hiqmi këta drona, s'kim nevojë më për t'jen 24 orë, se une jam i gatshëm për veti. Nuk ka dorsum pa mesh. Nuk ka liri pa sakrificë. Prandaj, Skënderoj është në kupim dhe duhet çlirohet një herë për gjithmonë nga ky Tiranë, i cili ka çnjerëzu çdo institucion edhe gjithë popullin e Skënderojt, por Zoti do t'ja the qafën se ky është i shkatrun totalisht, përveç porën ky s'ka tjetër sa. Veç qatë pore ka është multimilioner, i posëm shumë, por bashkarisht ne do t'a liftojmë këto që t'a hjekum nga Skënderoj dhe çlirohet Skënderoj një herë për gjithmonë. Mos u sarehni me thonë si ky është qëjimtar. Ky është uzurpator, është me Milana dhe Qiqit, edhe as një herë fjolla jem nuk tërhiqet. Nga një qapë i thamë. Ky njeri është njeri ma famket që e ko Kosova. Prandaj, mos u merrni me Dejona Mihajlin. Mos u merrni me tjetër kanë, se nuk ka orë Dejona Mihajli me na uzurpu toka të në Marine, në Skënderajen, në Kopileqe, në Qubrele. Krejt ky ka uzurpu. Ky kriminel edhe ka fut, ka obligu asamblist me avdhon lokalet, familjeve dëshmorve, e ka morë për veti. Nuk ka bon, nuk ka lo ky krim pa bon. Çfarë të liruni Skënderojo në terror? Ky i ka dhënë qytetarëve të Skënderojt se kush ku me hongër buk edhe kush ku me pi kafe. Imagjinone çfarë çlirimi kena na. Ku ka çlirim? Mos u mashtroni kat, distancano, nisnja distancano më mirë të vujna çdo 2 vjet e fundit, të vujna ton bashkë çdo 2 vjet e fundit, se edhe 20 vjet. Ky me çdo çmim të mundu më kop mu. Me çdo çmim. Po më kopi mu, edhe 20 vjet e kena në pushtet. Her mergimin, her samin. Her mergimin, her samin, ku t'i bine edhe gjyshe, babgjyshe, t'i bine këtë familjen ato, në komun. Pro, unë jam i juve. Do t'i hina t'i pastrujmë. Ka dale. Këta jenë mush haram, edhe haram i këputet me i strashe. Do t'i him t'i pastrujmë, po me ndihmen e juve, me ndihmen e qytetarve. Unë jam i juve bre,
Jo sheni si, a ka kush ju në rënë ma shumë se unë. Qëre dje personalisht vetë, ju më qu, i kum stagnu aksidentet e ujtë të rrjallë pishëm, me financa, me kakret, edhe s'nihna, sa të mu investoj të qytetari, me porën tem. Imaginane që ka mu i baj me porën e ju. Taksa pagusa të janë porët juve, politikani është shërptur, në ko generale komandante uzurpatur. Prandaj, dve disohëm, se sa në elpirsa, kësi farë kjena pak, ndrenit s'ka pak, shumë pak ka, por janë të rëzikshëm. Janë të rëzikshëm ata, veç unë i liftaj ata. Lemni mu ata. Kurse ju, të koncentrano të armja, të femit e ju, të edukata. Mos i ngoni këta komunistat e mëqëm, me libreza, haloj kanë librezat e titës në gjep. Mos i ngoni të rajt kohon kjo general. A i po në ceremoninë e Sajt Jasharit, që shkojshin si kur kudrat kojshin. 100 herë kanë fut Sajt Jasharit të lashëv, me rehe, me kërcenue, me shantazhue. Qita. Prandaj Bacarif, ti do të distancohesh nga këta njerëz të këqij. Nuk të vynë këta njerëz që ty me ardhe me të kopë për qafe, se këta janë bashkëpunor në Milana dhe Qiqit, këta janë bashkëpunor milicisë sërbe cilë ta kanë vrarë vllahun Bacarifa. Samir Ushtaki bashkëpunor Milana dhe Qiqit. Me abo ceremoninë, okej, unë jam i takërt për gjitha ceremoninë, por s'ka dallim të ushtarët. Bili, kena 100 herë ushtar ma të vlefshëm e ma të nershëm e ma të pastër se që aja ceremonisi si abot Sajt Jasharit. Nuk jam në kundër asoj ceremonie, po kena shumë ushtar që nuk kanë lidhe me Serbi, nuk kanë poth lidhe me Serbi, edhe janë të njeru. Zdo njeri që ka bashkëpunu me Serbin, me Milana dhe Qiqin, duhet njëqit nga institucionet dhe të arrestohet. Por jo t'ju buhet ceremoni, kërkujna heq që është i fleqt. Prandaj, mos mundoni me lo mut me shurë, një si hëtë popli. Se na dim kush u kohaj, kush u kohaj, kush u kohaj. Mos mundoni me lo mut me shurë, mi bo, më shukt dhe misht e Milana dhe Qiqit heraj. Se historia do t'ju marran, historia do t'ju gjynjezan. Se do të dalin shumë Sokol Halila, cilët do të thojnë vërtetën, historian ekonomik dhe jurist, të cilët do të binë në binore dhe në ven historinë e çdo familje, historinë e çdo tradhtori, edhe të shlirohem një herë për gjithmonë Skënderaj. Por jo me këto billboardet terroriste, kriminale, Samir Ushtakit nderohet Skënderaj, po fliqet Skënderaj. Herë qëtë mërgjim Ushtakin, herë qëtë Samir Ushtakin. Këta janë kriminal, këta kanë venin burgës, guxo popli, mu mashtru mas tyne. Nuk ka frikë a shantazh se shti Sokol Halilin me honë nryshe përveç të vërtetës. Të nanë, në trojet mija e në rrita, jenë strehu, kanë hongore, kanë pije. Këta e hangërën këtë popullë, e neqen këtë popullë. Prandaj, dve disohëm, Lene qeverin që janë dër atje, lene Dejona Miholin, e kem terroristin Skënderaj, ta liftojmë këto, i cili ban matematika në favor të vetin. Mos e keni frikë, unë ju kumë thonë dhe pjo tha ma pet. Unë jam i gatshëm fizikisht, sakrifikohëna për juve, por ju sakrifikohëna për vetën. Mbrone vetën, distancënë, mos që dirigjan kë ku me pi kafe ju, ku me hongër buk ju. Kur me ra me flejt ju, kur mu qu ju. Këtë 4-5 biznisën Skënderaj, edhe ato janë tina. Do t'i liftoj njëjtë si Serbin, qatë ditë si t'vi.